Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e një teme shumë të rëndësishme, ku kemi eklipsin e plotë hënor më datën 3 mars 2026. Kemi hënën në Virgjëresh dhe diellin në Peshk. Ky eklips na jep në njëra anë mundësinë që neve të veprojmë, por çfarë është dhe çfarë rëndësie ka ndikimi i këtij eklipsi hënor në shenjën e Virgjëreshës? Shtohet pyetja. Le të hedhim një sy para se të shikojmë me shenjat çfarë ndodh në këtë temë. Tema të tilla do kemi çdo javë, që të kuptoni, dhe shumë gjëra do të mësojmë këtu. Kemi të bëjmë në datën 3 mars të 2026, ndodh një nga momentet më të rëndësishme astrologjike të vitit. Një eklips i plot hënor në boshtin Virgjëresh Peshk. Hëna ndodhet në shenjën e Virgjëreshës, e cila lidhet me analizën, organizimin, mendimin praktik dhe nevojën për përmirësim. Përballë saj qëndron dielli në shenjën e Peshqve, që përfaqëson emocionin, besimin dhe shpirtin, ndikimin e së panjohurës dhe thyrjen e kufive. Ky bosht krijon një tension të brendshëm, por në të njëjtën kohë edhe një mundësi shumë të thellë në ekuilibër. Nga njëra anë kemi logjikën, kontrollin dhe nevojën për rregull. Nga ana tjetër kemi intuitën, besimin dhe pranimin. Kjo përplasje energjish na shtyn të pyesim veten, a duhet të kontrollojmë çdo gjë, a duhet të mësojmë dhe të besojmë? Duhet të analizojmë gjithçka me detaje, apo do të dëgjojmë zërin ton atë të brendshmën që neve duam dhe çfarë neve kërkojmë. Një eklips i plot hënor nuk është thjesht një hënë e plot e zakonshme. Ai është një fenomen kozmik që vepron si përshpejtues i ngjarjeve, nxjerr në dritë gjëra që kanë qenë duke u zhvilluar në heshtje, zbulon të vërteta që mund të kemi shmangur, mbyll cikle që në thellësi tash kanë përfunduar dhe nëse nuk kemi pasur guximin t'i pranojmë. Ky është momenti kur e vërteta nuk mund të injorohet më. Eklipset konsiderohen si pika kthejes në jetë, ashtu siç u them gjithmonë, kur kemi eklips marrim një tort. Kur kemi eklips pastron gjithçka, por në ana tjetër zbulon gjithçka. Pra do që unë them dhe kam thënë të madhe për muajin mars. Ja do i shikojmë se çfarë ndodh, e keni parë dhe vetë se çfarë po ndodh. Ndikimet që kanë bëjnë në lidhje me punën apo diçka shumë të rëndësishme. Ndikimi i tyre nuk zgjat vetëm një ditë, ai shtiret për rreth 6 muajt pas ngjarjes. Pra, eklipset kanë ndikim 6 muaj në kohën që ndodh. Ndodh në datën 3. Mbas 6 muajve të datës 3, kur mbushen 6 muaj, të muajt që do jemi, deri atëherë kërkohet vëmendje dhe kujdes. Çfarëdo që do zbulojmë tani, çfarëdo që përfundon apo fillon në këtë periudhë, ka rëndësi afatgjatë dhe lë gjurmë të thella në rrugën tonë. Virgjëresha na përgatit të bëhemi realist. Na kërkon të shohim qartë se çfarë funksionon dhe çfarë jo.